Që takimit në Vorë, Kavaj dhe Rogozhin, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama kërkoi mbështetësve të partisë angazhimin e plotë në zgjedhjet vendore të 11 maj, duke cilësuar si vendimtare për të ardhmen europiane të Shqipërisë. Sipas Ramës, Shqipëria ka një mundësi të paprecedent për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian dhe çdo lëkundje politike mund të dëmtojë këtë proces. Se për Partisë Socialiste të gjitha zgjedhjet kanë qenë të rëndësishme, por për Shqipërinë, pas zgjedhjeve të 1992-shit, këto janë zgjedhjet e para që kanë një peshë gjeopolitike dhe që lidhin drejt për drejt fatin e vendit tonë, fatin evropian të vendit tonë. Sepse sot janë krijuar kushtet që ne të hymë realisht në Bashkimin Evropian si rrjedhoj e përputhjes së rrethanave tona të brendshme me rrethanat e brendshme të Bashkimit Evropian dhe për herë të parë mundësia për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian është reale. Pasi paralajmëroi se një rezultat jo i qartë me 11 maj mund të krijojë pasiguri ndërkombëtare dhe zvarrisë edhe për vite të tjera integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sikur në 11 maj rezultati mos jetë i qartë, sikur gjithë kjo qëndrueshmëri që kemi krijuar të lëkundet, sikur pozicioni ndërkombëtar ku e kemi vendosur Shqipërinë të vijë ndryshim dhe sikur ata thonë po mirë, më fal, po çfarë bëhet me këtë punën? Dhe mjafton një rëshqitje 6 mujore për të mos thënë më shumë dhe nuk arrihet më gjë. Dhe ajo mundësi mund të ikë që aty. Duke folur për opozitën, Rama përdori një shprehje të tillë duke theksuar se Partia Socialiste duhet të fitojë bindshëm. Në 11 maj ne duhet i prezantojmë atyre një nocë rock madhështore. Do me thonë, duhet të më ndihmoni që ta realizojmë këtë.